O hoxh, unë nuk di të falem. Shumë e thjeshtë është ta mësosh namazin. Mjafton të kesh vullnet. Po, e mëson inshallah. Shkruaj në Google falja e namazit për fillestar. Të del kjo flet palosje. Shkarkoje në telefon dhe duke i parë veprimet, duke lexuar fjalët, e mëson namazin. Falesh. Dhe nuk ka problem, pra, se i lexon aty derisa të mësosh, nuk ka asnjë problem. Falesh duke i lexuar. Ama me rëndësi është që me e fal namazin. Dhe gjithmonë kujto mirësitë e mëdha që ka falja e namazit. Është urdhër i Allahut të lartësuar në Kur'an. Zoti i Gjallësisë thot në Kur'an: "Thuaj robërve të mi të cilët kanë besuar ta falin namazin." Është lidhje me Zotin e Gjallësisë. Pra, njeriu duhet patjetër t'i kushtoj rëndësi lidhjes me Allahun e lartësuar, mirësia, begatia, çdo gjë është në dorë të Zotit të Gjallësisë. Dhe ku ka më mirë se sa robi ta ruaj lidhjen e fortë me Allahun e lartësuar, puna e parë për cilën do të pyetemi në botën tjetër. Puna e parë për cilën do të pyetet njeriu në botën tjetër është namazi. Falja e namazit është shkak që njeriu të hyjë në xhenet. Gjithë e duam xhenetin. Prandaj shumë e thjeshtë është. Mjafton që të kesh vullnet dhe të kesh dëshirë. Dhe bismillah me ja fillu namazin. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft që me e fal namazin. Amin.